Bëhet virale një video e Laertit ku e kërcënon Gjestin do të vijë në mes të Prishtinës. Ja çfarë po fshihet nga produksioni. Laert Vasili dhe Gjesti janë përfshirë në debate të ashpra këtë ditë në shtëpinë e Big Brother VIP, duke qenë se aktori ka lidhur një moment me fenë islame më pas se shkapur banorit nga Kosova për alkool. Në video në shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale ai madhi shihet teksa ka kërcënuar në një formë të rëndë Gjestin duke thënë se do të vijë në mes të Prishtinës. E më pas biseda e tyre ka agravuar duke kaluar në ofendime të rënda me njëri tjetrin. Ndër të tjera Laerti i tha: "Për këtë që bëre sot do të vi unë në mes të Prishtinës e do e shohim se si do t'i jetë muhabeti, more vesh që të faktoj kush është ky në mes të sheshit Skënderbeu. Mashtrues që zë Allahun e me shishe birre në dorë, mashtrues, ti zë Allahun kur ke një shishe birre në dorë, alkool në dorë, nuk mbaj veten unë, mbyll dhe stjepin, hajt mëret merre me ty, bolsën alo dhe kokën, do e shohim jashtë." Ishin kërcënimet e Laertit ndërsa Gjesti i përgjigjet: "Ja, nisën kërcënimet, kujt i vjen në Prishtinë ti, hajde të pres, jëm Prishtinë, po në fshatin tim, është i shajt kush ka bo berreshëm, Zoti m'fal mua, a nuk e mban veten mend se sa i pirë je, mos më shti me fol për alkool, mos fol këtu, bollëmët, të dy pim, ti e dhe pronë unë e mbaj veten." Teksa Laerti tha se të dy pim, por ti ai që predikon fenë islame. Duket se gjithë kjo bisedë ku Laerti ka kaluar disa herë në kërcënime, madje duke prekur edhe çështje delikate si feja, fanca dyshojnë se është mbrojtur nga produksioni, por pse? Vetëm një ditë më pas, pasi është konsultuar shpeshherë në dhomën e rrëfimit që pas atij debati, Laerti u kthye Gjestit një ditë më pas duke i kërkuar falje në një bisedë me tone të ulta për gjithë atë që tha. E jo vetëm kaq, pasi as videot e këtij sherrri tepër të rënd që duhet të ishin kryefjalë kësaj jave nuk janë shfaqur askund as në Instagramin as në YouTubein e Big Brother. Për fansat e Gjestit e kanë shpërndar vetë në rrjet duke i nxjerrë fytyrën e vërtet Laertit por edhe produksionit.